Vllaznia rikthehet këtë shtunë në fushën e lojës në miqësorën ndaj Otrantit, që do të zhvillohet në Ulqin. Ky do të jetë testi i parë për kuqeblut pas eliminimit zhgënjyes në turin e parë të Ligës së Konferencës. Skuadra shkodrane u largua nga Europa pas humbjes së rëndë 5-0 në ndeshjen e kthimit ndaj Marishevës, rezultat që zhvlerësoi fitoren 2-1 të arritur në takimin e parë në stadiumin Loro Boriçi. Disfata në Kosovë nxorri në pa probleme të shumta në lojën e vllaznisë, veçanërisht në organizim, mbrojtje dhe repartin ofensiv. Përballja me Otrantin në Ulqin për të shërbej si një mundësi për trajnerin Edi Martini që të testojë gjendjen e skuadrës, të provojë alternativa të reja dhe të nisë korrigjimin e mangësive të shfaqura në ndeshjet europiane. Vëmendje do të ketë edhe për futbollistët e afruar gjatë merkatos që mund të marrin minutat e para me fanellën kuqeblu. Megjithatë, përtej paraqitjeve individuale, interesi kryesor lidhet me reagimin e gjithë skuadrës pas eliminimit të rënd. Tifozëria kërkon të shohë në fushën e lojës një ekip më të organizuar, më agresiv dhe me më shumë ide në fazën sulmuese. Vllaznia vazhdon ndërkohë punën edhe në merkato, pasi drejtuesit kërkojnë përforcime të tjera, kryesisht në vijën e parë. Miqësorja ndaj Otrantit do të jetë hapi i parë një faze të re përgatitore për sezonin e ri sportiv, në të cilin kuqeblu synojnë të lënë pas zhgënjimin evropian dhe të ndërtojnë një skuadër më konkurruese.